Unë si shqiptar, çka duna me mendu, çka duna me sugjeru te shqiptar këtë situatë. Une si imam i shqiptarve dhe që më ka pranu lëvizja bota shqiptare dhe një pjesë e madhe e shqiptarve, është thirrja për unitet. Thirrja më e madhe për unitet është dhe një kisha e xhamia, feja e shqiptarit o shqiptaria. Se feja na këtë shpërdor edhe perëndimi, edhe lindja, edhe ona e majt, edhe ona e djathtë. Kurse shqiptaria është natyrshmëria që neve Zoti ka më na ndihmu dhe uniteti. Uniteti mes shqiptarëve, bashkimi. Milan anash disa ndasi, nëse flet shqip manifeston shqiptarin, atëhere duhesh bashkëpunojsh me të gjitha grupet që janë për ta rujt dhe për ta bashku çdo shqiptar, që mos me leju me dal pjell e keqe, si Halil Matoshi me thonë se janë dy vende. Jo nuk jemi një vend, jemi dy vende, ne jemi shteti pavarur sovran. Lutem edhe mos ofendoni kombët e tonë.